Vazhdojmë tani me pregaditjen. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 400 gram kos. Por ju lutem bëni kujdes, kosin ta keni në ambient dhume, asnjëherë mos e përdorni direkt nga frigoriferi. Tani tek brumi i pogaçes do të shtojmë soda bikarbona. Soda bikarbona në total do të përdorim një lugë të mesme ose një lugë të tillë për ëmbëlsira. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë krypen, njëjtë, edhe kryp unë do të shtoj një lugë të mesme. Vazhdojmë dhe përzijmë me njëherë. Me njëherë do të vrini që do të fillon që të aktivizohet soda bikarbona. Dhe ja po e vrini si po aktivizohet me njëherë soda tek kosi edhe krypa. Prandaj duhet ta përzijeni mirë. Vazhdojmë e shtojmë mielin, dhe si gjithmonë mielin e shtojmë me kujdes. Do të na duhen diku përafërsisht 600 deri në 700 gram miell. Vazhdojmë tani e ngjeshëm me dorë dhe formojmë një brum të mirë. Për pogaçe brumi nuk duhet të jetë shumë i butë, pra duhet ta ngjeshni mirë, një brum të mirë. Shtojmë edhe pak miell dhe vazhdojmë ngjeshëm me dorë. Brumi i pogaçes është gati. E kam ngjeshur mirë, duke shtuar miell pak nga pak, derisa kam formuar një brum kështu mesatarisht të butë, jo shumë të butë. Edhe pse nuk kemi shtuar më jabuke dhe nuk ka nevojë që pogaça të pushoj, është mirë që t'i japim kohë glutenit 10 minuta që të lëshoj pak, ashtu do të na bëhet edhe më e mirë pogaça. Pra largomonesh brumin vetëm për 10 minuta. Tani marrim një letër përpjekje dhe vazhdojmë që aty ta shtrojmë direkt brumin që e përgatitëm për pogaçe. Dhe vazhdojmë me duar që ta shtypim duke ja dhënë formën e mirë rrumbullake. Pasi ja japim formën pogaçes, e shtrojmë në tepsi përpjekje dhe vazhdojmë tani që ta ndajmë kështu në vija. Këto do të dallohen pasi pogaça të pjeket. Mua më pëlqen që t'ja vendos këto vijat, sepse duket më e bukur pogaça. Marrim një të kuqe dvezës dhe aty do të shtojmë pak kos. Përzijmë mirë dhe me këtë përzierje do ta lyejmë pogaçen sipër. Në këtë mënyrë do ta mbajmë të butë dhe do t'i japim ngjyrë të bukur pogaçes. Vazhdojmë tani sipër tër pogaçen, ta lyejmë. Dhe tani pogaça është e gatshme dhe për të vazhduar për ta pjekur. Nuk ka nevojë që të presim që të aktivizohet me asgjë. Direkt e vendosim në furrë, furra është e parangrohur mirë, në 250 gradë, vazhdojmë dhe e pjekim pogaçen diku përafërsisht 20 deri në 25 minuta. Dhe pogaça është gati, vetë sa e kam larguar nga furra dhe sipër e kam lyer me pak gjalp që ta merr këtë shkëlqimin e bukur. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe të ngjellni të kënaqur edhe nga kjo recetë e pogaçes. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.